Alo! Hello! Dhe ne sapo kemi arritur në Lesën e parë. Ka një kulur me vutira. Ja, kjo. u bëm gati. Nat, Super pamje, super vend. kapiteni i Santorinit. Super vend. Hej, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë quhem Elsa dhe le të fillojmë një video të re. Sapo jemi bërë gati, sapo jemi veshur. Në fillim kur jemi ngritur në mëngjes, shkuam pak në Laçi, nuk ju mora juve, blem disa gjëra të vogla dhe i blem për Orgiton sepse ne nesër kemi një do e themi nesër, surprise. Dhe tani, si që jemi veshur, si që jemi bërgati, po nisemi dhe do vemi në Glifadha. Do dalim për ndonjë kofi. Pita yes, kanu yes, lamu yes, baby. Sa po mbaruam kafet, tani jemi ngritur dhe po mendojmë që të mos vemi direkt në shtëpi, por të bëjmë një xhiro sepse koha është perfekte, plot diell dhe gjithashtu deti duket super i qetë, kështu që le të shkojmë dhe të bëjmë një xhiro. Brajanuke! Mua! Kalapete me mamushin. Tria, pame! Agapi mu. Hey Brian! Hello! Sapo erdhëm në shtëpi dhe e mora çantën tek Mango dhe nuk mora vetë çantën, por mora dhe diçka tjetër shumë të mirë, një lloj si çanta dhe mezi po pres që t'ju tregoj dhe juve. Dhe tani në fillim them të gatuajmë pak bashkë me takun, të bëjmë një herë drekën dhe më pas t'ju tregoj dhe juve gjërat që morëm tek Mango. Mami, Ela gabi mu. Pidelis. mami, mos fol. Mos flas. Mi marr këtu në Laçi çfarë disa lakra të egra, të cilën do i zjejmë dhe lakrat do i servirim bashkë me peshk të skuqur. Hej Kunati. Hej Kunati. Zeqo. Hello. Dhe këtu që është mbushur plot me gjëra për karnavalet, full. Vajtëm pak në Jumbo sepse na duheshin disa gjëra. Nesër do ikim, do vemi me pushime dhe do vizitojmë disa vende të ftohta këtu në Greqi dhe ndaj na duheshin ato gjërat dhe do ju tregoj pak tani çfarë gjërash kemi marrë dhe do zbulojmë dhe vendin ku do vemi ose më mirë ta lëmë dhe le ta zbulojmë nesër kur të kemi arritur atje. Okej, le të fillojmë. Dhe si fillim, mora këtë kostumin e gjumit, sepse t'ju them të drejtën, unë veç 2 kostume gjumi kisha të gjitha, sepse të tjerat i kam për verë me krah të shkurtra, kështu që për dimër veç 2 kisha. E gjeta edhe me 10 euro, kështu që thash më mirë, okej, me 10 euro ja vlen. Edhe copa më duket një copë e mirë, që nuk të fut vap.
Dhe në ngjyrë është në këtë ngjyrën roz me këto vijat e bardha dhe këto detaje që janë në të zezë. Nuk i dua që rrobat e gjumit të më rrinë të ngushta dhe kështu që i kam marrë në masën small medium. Më pas edhe unë edhe Sabi, si që thash nuk kishim kapuç, morëm edhe 2 kapuça në ngjyrë të bardhë dhe është me këtë materialin pambuk dhe kjo gjë me thënë të drejtën nuk është se më pëlqen shumë se mbledhin shumë push, por që okay, na duheshin edhe të veja tani t'i merja të shtrenjta veç për një rast. Nuk më ka lënë mendja, kështu që morëm atje te këxhambua këto të dyja në ngjyrë të bardhë dhe shumë mirë kemi. Më pas vajti edhe kunati, sepse do vi edhe kunati me neve dhe këto po. Këto janë të gjitha gjërat e kunatit, kam marrë një kapele, kam marrë një palë dorashka dhe këtë shallin që vjet në këtë lloj mënyre. Okej, më pas si mora edhe Brianit gjithashtu një palë geta. I mora në këtë ngjyrën e zezë, nga brenda janë të mira me këtë lushin dhe besoj janë super të ngrohta, nga poshtë janë kështu, nuk është se janë bashkë me çorapen, janë të tilla domethënë. Dhe unë nuk është se kisha të tilla për Brianin, sepse nuk më janë dashur, por meqense do vemi andej nuk dua që edhe të më ftohet, ndaj i mora edhe këto që t'jemi më të sigurt. Dhe më pas, me qënë se kam prerë edhe flokët dhe t'i bëjmë në një dushim, t'i bëjmë pak me onde, pak të çrregullta, por që t'i bësh veç me Dyson, nuk është se do rezistojnë dhe do mbajnë gjatë. Ato duhet që t'i stilosh me Dyson, t'i kapësh më pas me këto bigodinat dhe t'i lësh diku tek disa orë derisa ti të bëhesh gati. Zgjodha të merja si këto lloj bigodinash që kanë edhe kapsen e vet, gjithashtu që mos të merja veç bigodinën dhe veç kapsen, që do më vinin më shtrenjtë. Këto bigodinat janë bashkë me kapsen e vet. Dhe kështu që i mora në këtë lloj mënyre, dhe gjithsej kemi marrë 3 pako, besoj se do na dalin. Dhe shpresoj që të funksionojnë. Dërsa për baluket, meqense unë i kam super të shkurtra dhe këto janë super të mëdhaja, nuk besoj që do më bëni dhe do më rrinin mirë, ndaj mora dhe një pako me këto që janë për masa më të vogla. Dhe më pas mora këto lastikët për flokët, janë në 2 lloje ngjyrash, në të zezë edhe në këtë kafen dhe janë shumë të mira për flokët. Unë nuk e di ku më ka vajtur dorashka tjetër e Brianit, por do e gjej diku aty duhet jetë. I kemi marrë dhe Brianit një palë dorashka, ja kemi marrë të këtyre llojeve. Vetëm gjë që nuk më pëlqen është që nuk i doja pambuk, sepse do preki borën edhe barabar do i vej brenda tek dora, do ftohet me këto. I doja të ishin ose me shin ose që mos të futet brenda ujit, domethënë, të jenë kundra ujit, por nuk ishte për moshën e Brianit, ato fillonin diku tek në mosha 6 edhe lart. Dhe kështu që u detyrova t'i merja veç këto, shpresoj që të mos ftohet. Dhe e fundit mora gjithashtu edhe këtë letrën e lagur. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm tek Jumbo. Tani do i marr të gjitha, do i vendos pak në përvende me vrap dhe do ju bëj një mango haul. E mora edhe çantën tjetër me mangon, që morëm disa gjëra dhe jo veç një gjë. Dhe le të bëjmë një mango haul. Dhe mezi po pres që t'i ndaj me ju të gjitha këtë gjërat që mora, sepse janë shumë cute, shumë të bukura dhe shumë do t'i shikoni vetë se si janë. Tada! Dhe nuk është se më duhej kjo çanta me të thënë të drejtën, sepse kam disa, nuk është se nuk kam çanta fare, por vajta herën e parë me Sabin, e mora, e provova dhe pash se si rrinte dhe ka dhe këtë ngjyrën yll fare. Më beti fiksim të thash e di qa, më mirë të vete ta marr se sa të më rri mendja pse sa mora. Kështu që vajta
e mora dhe kjo është çanta që po ju flisja. Çmimi është 60 euro. Ka dhe një detaj tjetër këtu brenda. Është kjo pjesa këtu që ka këtë zinxhirin që hapet dhe këtu mundesh të vendosësh gjërat që ti kesh më të sigurta si telefonin ose portofolin e lekëve. Dhe më pas do I kesh të mbyllura me zinxhir dhe kështu që nuk do të bien ose do të dalin nga çanta, sepse kjo çantë nuk ka një zinxhir ose kopso që të mbyllet, është e hapur dhe rri disi kështu e veshur. Por që të duket më mirë, unë po e vesh pak shpejt të shihni pak se si duket I veshur. Dhe çmimi I fundit është ky këtu, ka qenë 30 euro dhe nga 30 euro ka vajtur 13 euro dhe ndaj e mora sepse ka super ulje dhe nuk mund që të mos e merja dhe unë e ka marrë në masën small. Tara! Ka dhe këtë materialin që është si tip material leshi edhe është kaq I ngrohtë. Tani do ju tregoj blerjen e radhës që se keni idenë se sa shumë e kam kërkuar kudo që veja, benziprisja që të gjeja një të tillë, por në asnjë vend nuk e gjeja sepse disa më rrinin të mëdhaja, disa më rrinin të vogla, disa ishin shumë të shkutra, disa shumë të gjata dhe kështu që nuk arrija të gjeja atë perfektën që të rrinte mirë tek trupi im. Dhe tara! Bëhet fjalë për këtë palton që me thënë të drejtën unë nuk kam asnjë palto, kam veç xhaketa të shkurtra, kam dhe ato llushat që kisha marrë tek Shein, por palto nuk kam dhe më duhej me thënë të drejtën një e tillë te garderoba ime dhe për këtë gjën jam shumë e lumtur që e gjeta. Dhe po e provoj pak që të shihni se si duket dhe se si rri tek mua. Sepse mua më pëlqeu më shumë për këtë gjën, më rri fiks ashtu siç unë dua të më rri një palto. As e gjatë, as e shkurtër, as e madhe, as e ngushtë në trup. Kjo rri perfekte, më ban super ngrohtë dhe ka këtë ngjyrën gri. Mundesh ta kombinosh si me xhinset, si me pantallona, si me funde, me gjithçka. Por t'ju tregoj pak detajet e paltos, që këto detaje japin diçka wow paltos dhe detaji I parë që më pëlqen është ky detaj këtu tek duart. Janë këto të bardha të qëndisurat dhe gjithashtu ka dhe ripin. Nuk ka kopse që ta mbyllësh, por e mbyll me këtë ripin dhe kështu duket, domethënë paltua e mbyllur, kështu duket edhe nga mbrapa. Është e thjeshtë, materiali nuk e ka lesh që të mbledhi qime dhe të marri push, ka një material shumë të mirë. Nga brenda është disi kështu. Kjo palto ka qenë në vlerën 200 euro dhe ka vajtur në 90 euro. Dhe tani si mundem unë që ta lija këtë palton nga 200 euro dhe ta merja në 80 euro. Nuk mundet pra. Dhe unë e mora në masën medium dhe shikoni pak se sa shumë shkon kjo paltua gri me këtë çantën në të ngjyrë tulle. Dhe gjëja e fundit që mora tek Mango është ky aksesori këtu. E quaj aksesor sepse ky shalli I holl vishet dhe vendoset në shumë mënyra. Mundesh ta vendosësh disi këtu tek gusha që kam parë disa lloj mënyra shumë të bukura në telefon, por gjithashtu kam parë që e vendosin me xhaketa të shkurtra dhe e vendosin disi kështu si rrib, e hapin dhe të jetë si trekëndësh këtu. Dhe mora në këto dy lloje ngjyrash, në të zezë dhe në të bardhë. Ky ka kushtuar 10 euro. Përveç këtyre gjërave që mora unë, gjithashtu mori edhe Sabi 2 gjëra. Është ky fundi këtu që edhe ky është deri në fund të këmbëve
Dhe është në ngjyrë të zezë, siç e shihni. Ky nga mbrapa e ka këtë të çarën, jo si imi që e kanë nga para. Ndërsa nga para është kështu, nuk ka ndonjë të çarë, por më pëlqen detajet që ka, sepse ka këto dy vijat këtu, edhe këto që janë si xhepa, por nuk janë xhepa, sepse kanë veç formën të tillë. Dhe motra e mori në masën small. Dhe gjithashtu ky fundi i kishte ulje, ishte nga 30 euro, kishte vajtur dhe ky në vlerën 13 euro. Bravo motra që e more, do na nderosh dhe neve që do e veshim në një xhiro. Okej, po ju tregoj edhe blerjen e fundit të këtij holi. Dhe është kjo bluza e bardhë, e thjesht, bazike. Motra e mori në masën small dhe kushtonte diku tek 8 euro. Dhe të gjitha së bashku, t'ju tregoj pak sa na kushtuan të gjitha, dhe të mijat kanë kushtuar të gjitha 170 euro. Do me thënë, asgjë fare. Dhe xhaketa, shalli, çanta dhe ai fundi, 4 gjëra, kanë kushtuar 170 euro, ku veç xhaketa, imagjinoni veç xhaketa, ishte në vlerën 200 euro, pa ulje. T'ju tregoj pak sa kushtuan edhe gjërat e motrës. Okej, motrës nuk i pas kanë kushtuar shumë, i pas kanë kushtuar veç 21 euro. Okej, guys, kjo ishte edhe blerja që unë me motrën kishim bërë, këto ishin edhe gjërat që kishim zgjedhur. Tani unë do shkoj direkt te dhoma, sepse më duhet që të bëj valixhen. Nesër jemi për rrugë të gjatë, atje ku do shkojmë është 5 orë. Dhe nuk kemi bërë asgjë fare gati. Let ja nisim nga puna dhe le ta përfundojmë këtë punën. Hej, përshëndetje, dhe sot është një ditë e re, është ditë e diel dhe ne jemi në rrugë sepse po nisemi dhe do të shkojmë në Janin. Janina nga Athina është diku tek 5 orë rrugë me makinë dhe për mua është hera ime e parë që shkoj atje dhe nuk jam vetëm, jam bashkë me Takun, Brianin, gjithashtu bashkë me neve është Kunati edhe motra ime, Sabi, dhe mezi po presim që të vemi dhe të vizitojmë pak Janinën dhe të shohim pak se si është nga afër, sepse na e kanë sugjeruar shumë veta. Kemi një rrugë të gjatë për të bërë, kështu që le të nisemi dhe të bëjmë pak muzikë tek makina, atë që bëjmë ne çdo herë që kemi rrugë të gjatë. Nisemi! Ndalesën e parë do e bëjmë diku këtu, sepse na duhet që të marrim ndonjë gjë që të ham, gjithashtu do marrim edhe kafetona, sepse duhet që të kemi energji të mira, të zgjohemi mirë. Çfarë do hash ti? Pizza, ja tregoje pak këtu. Vete letra pizzën, ve lart te letra. Bravo. Tregoje pak këtu te kamera pizzën. Tregoje që pizzën te kamera. Yummy. Dhe Sabi që nuk ju reziston dot patetinave, sa herë që she patetina, dhe marrim nga një. Një do marrësh? Veç një, sigurt. Mos do dhe ndonjë tjetër. Brian, po ti qa ke marrë? Pa tregoje pak. Ti naftore. Ja dhe shkoj mami. Marrë me këto shtihio. Marrë me vrata për këto. Çokoladë. Mirë, normale më mirë. Tani është koha që të hapim edhe këtë patetinën që mori Sabi dhe ka marrë me djath, e ndroj atë tjetër që kish marrë dhe mori këtë këtu. Me djath edhe me piper është kjo. Në
shije nuk është se më pëlqen ka. Se më gjaf. Çfarë të bëjmë? Dhe burri që nuk pret dot të mbaroj un videon, po me vrap për muzikën. Hello! Dhe ne sapo kemi arritur në Janin dhe kjo do t'jetë shtëpia që do na shoqëroj këto 2 ditë, sepse këtë shtëpinë e kemi mbytur për 2 ditë dhe kështu që gjëja e parë që do bëjmë është të bëjmë një home tour dhe le të vazhdojmë. Tu kemi një krevat, atje është një komodin bashkë me një ambazhur. Këtu kemi edhe kaloriferin dhe gjithashtu edhe kondicionerin lartë. Kemi gjithashtu edhe një dritare super të madhe me një balkon. Pjesa më e bukur tek kjo dhoma është kjo këtu. Kemi një xhak të vogël dhe këtu sipër kemi një tavolinë dhe pultet. Më pas këtu kemi edhe një divan të vogël, televizorin gjithashtu dhe le të vazhdojmë nga ana e kuzhinës, sepse këtu tek krevati është edhe pjesa e kuzhinës që është e bashkangjitur. Këtu kemi një tavolinë të vogël, 2 karrige. Kjo është e gjithë kuzhina. Kemi edhe një furrë në qoftë se duam të gatuajmë në shtëpi dhe mos të ham jashtë. Gjithashtu këtu pas kemi edhe një mekanik për të bërë kafe, gjithashtu dhe një vrastire për të ngrohuar ujin. Do shoh nëse kemi në kuzhinë, sepse kuzhina në shoqë që nga goxha e madhe. Oh, bukur, bukur. Kemi dhe enë për të gatuar. Më pas këtu kemi një frigorifer. Ide e mirë kjo, sidomos kur vjen edhe me familje. Dhe le të vazhdojmë të futemi tek dhoma e dytë, sepse shtëpia përbëhet me 2 dhoma. Futemi këtu. Këtu kemi përsëri një kalorifer. Dhe tara, kjo është edhe dhoma tjetër. Këtu kemi këto 2 krevatat teke, që edhe mundesh t'i vësh pak një më andej, një më këtej që të jenë 2 teke dhe të flenë 2 persona të ndryshëm, ose mundesh që t'i bashkangjitësh dhe t'a bësh një krevat doppio. Më pas këtu kemi edhe 2 komodina me ambazhuret e vet. Atje sipër kemi një pjesë shumë të bukur me lule. Këtu pastaj vazhdojmë. Këtu kemi edhe këtë tabakan me këto 2 godat. Më pas, te kjo dhoma kemi gjithashtu edhe dollapin që është goxha i madh për të marrë shumë gjëra brenda. Dhe shikoni pak se çfarë ka dollapi brenda. Kemi një hepur për të hepurosur rrobat. Dhe gjithashtu një tharse floku, në qoftë se nuk e kemi marrë me vete, shtëpia ta ofron ka këtë gjë. Dhe kjo gjë më super pëlqeu. Këtu sipër na kanë vendosur disa batanie në qoftë se do kemi ftohtë. Këtu te krevati, sepse harrova t'ju thoja, kemi edhe peshqira tan dhe gjithashtu guvertat që më duken super të ngrohta. Pjesa më e bukur e kësaj dhomës për mua është kjo këtu, pasqyra që do bëjmë outfit of the day në mëngjes, në trek, në darkë, sa herë që do vishemi edhe do dalim. Por nuk është veç kjo, hajdini me mua që të shohim edhe një pjesë tjetër po ashtu të bukur këtu te kjo dhoma. Sepse këtu na ndodhen një dritare dhe gjithashtu kjo dera. Dhe po dal pak jashtë të shoh se si është pamja. Që nga vërtet shumë bukur. Okej, nuk është në një gjë super wow,
por pas ka një pamje cute të bukur dhe hajdeni ta shikojmë. Kur del jashtë tek balkoni, është kjo pjesa këtu, atje duket mali, që pas ka edhe pak dëbor. Gjithashtu kemi këto shtëpit që janë paka shumë si në fshat, me këto çatit e kuqe. Këtu te ky balkoni kemi gjithashtu edhe një karrige dhe këtë mini tavolinën e vogël që mund të ulemi të pim kafetona, rehat. Dhe ky është balkoni i parë dhe do shkojmë dhe tek balkoni i dytë më pas, që ndodhet tek salloni, por harrova t'ju a tregoja, do ju a tregoj më vonë dhe le të vazhdojmë. Tani pjesa e fundit të shtëpisë është tualeti. Tualeti ndodhet këtu dhe duket disi kështu tualeti i kësaj shtëpisë. Këtu kemi këtë lavamanin e duarve, gjithashtu kjo pasqyra e thjeshtë dhe tualetin e pas kemi me vas, me barierë. Kjo është edhe pjesa e dushit. Dhe le të shohim pak edhe balkonin tjetër që kishte shtëpia. Është ky balkoni këtu. Por që me sa shoh, ky nuk është se pas ka ndonjë pamje të bukur. Ai balkoni tjetër tek dhoma tjetër e kishte pamjen pak më të bukur, kurse ky është mirë. Gjithashtu ky balkoni ka një tavolinë të vogël, këto dy karriget dhe pak të pamjen kështu këtu poshtë që nga rruga ku kalojnë makinat. Dhe ky ishte balkoni, kjo ishte e gjithë shtëpia që kishin mbyllur këto 2 ditë që do qëndrojmë këtu në Janin. Okej, nuk është një shtëpi super luksoze, është një shtëpi komode me të gjitha kushtet. Besoj që do ndihemi mirë, do kaloj mirë për këto 2 ditë. Tani gjëja e parë që do bëj është të marrim të gjitha rrobat, valixhet, t'i sistemojmë në përdhoma dhe më pas do bëj një dush dhe të nisemi të vizitojmë pak Janinën, meqense kemi edhe pak kohë. Jemi gati që të dalim jashtë, bëra edhe një banjo shpejt, u vesha, u bëra gati dhe disi këshu duket veshja për sot që do dalim dhe t'ju bëj një outfit of the day dhe më pas të shkojmë direkt. Kam vendosur që të vishëm në këtë lloj mënyre për ditën e parë këtu në Janin. Kam veshur këto çizmet në ngjyrën kafe, gjithashtu dhe këto getat që janë në ngjyrë kafe dhe këto. Këtë jaketën e zezë, nga brenda kam vënë këtë crop topin në ngjyrë të zezë, një fund pantallon, gjithashtu në ngjyrën e zezë, dhe të gjithë këtë të zezën time e kam thyrë me këtë ripin këtu që është në ngjyrën kafe, çantën prap në ngjyrën kafe, aksesorët që kam vendosur i japin diçka shumë plus outfitit dhe diçka që super më pëlqen janë vëthët në këtë ngjyrë. Dhe kështu dukemi. Kunat. Të pëlqen Janina? Shumë e bukur. Si të duket pamja këtu tek liçeni? Super. Sigurt. Po, super. Sigurt. Po, bora latë super. Do kënaqemi. Do kalojmë bukur. Po të burri si po të duket Janina? Mrekulli e rallë. Ja, e qytetëruari. Super vend. Ja kapiteni. Super pamje, super vend. Kapiteni i Santorinit. Nëse do ikim lart. Kapiteni i Santorinit që prrellis gjithë turistat atje në Santorini. Kështu thua dhe turistëve atje tek skafet. Do gënjesh çik, qysh. Po si jemi çik ata. Nuk ta lën tipsin, ë? Nuk ta lën atë tipsin e uvruar. Okej, tani do pyesim edhe pak motrën. Motra si po të duket deri tani pamja e vendit? 0 pikë. Pse moj? Shumë vend i bukur që nga. Edhe shikoni pak dhe outfitin e motrës. Shikoni. Një super yll kjo motra ime. Dhe tani do ju tregoj pak pamjen.
sapo mbërritëm këtu tek pjesa ku ndodhet liçeni dhe t'ju them të drejtën, është vërtet shumë bukur, diçka që më pëlqeu jashtëmase këtu te kjo pjesa është që sipër duken malet me dëbor, ndërsa poshtë duket liçeni i cili është i rrethuar me këto pemët që kanë rënë edhe gjethet dhe duket vërtet një pamje shumë e bukur, diçka shumë e veçantë dhe neve sapo bëm edhe disa foto, edhe tani po mendojmë të shkojmë nga pjesa andej dhe themi që me qënë se kemi rrugën të vemi ta vizitojmë edhe ato pjesën atje, të shohim si do jetë edhe atje, sepse kjo pjesa këtu mbrapa meje na super pëlqeu. Mbaruam xhiron nga liçeni dhe tani jemi nisur përsëri të gjejmë një vend të mirë që të ulemi dhe të ham gjithashtu. Sapo jemi kthyer në shtëpi dhe gjëja e parë që bëra është të ndrohesha, hoqa gjithashtu edhe make-upin se t'ju them të drejtën, po plasja, nuk po dëroja dot si me ato robe dhe gjithashtu po më dhimbte pak barku. Besoj se hëngra pak si tepër, sepse ushqimet më pëlqyen të gjitha dhe i vlerësoj 10/10 si ushqime tradicionale. Ishin shumë të mira dhe kishin shumë shije. Shihemi në videon e radhës. Shikoni se çfarë bëjnë këta, unë vishem andej, rregullohem, bëhem gati, këta ca han pizza, ca han croissant, kanë marrë edhe kofi, ja dhe croissani. Kush I mori këto? Vetë. Ai vajti mori zequa. Ne ka marrë Kunati, thank you Kunat. Qa pa zequ na trego këtu në kamër? Sopa një kulur me vutira, në Janina, bashkë me Brianin. Po pim edhe kafe, cappuccino të ngrohtë. Wow! Po ham jezin. Qin. Po ti moj zonjë, që për në ha këtu? Ja kjo. Kjo që për në shante ne që në pikë të mëngjesit. E ka marrë croissantin, 2 croissant. Madje croissani ishte imi, ma rëmbeu. Po nuk e shkallë ta marrim tjerë. Ka të lashtuar. U bëm gati dhe do ju tregoj një herë outfit of the day dhe më pas do nisemi direkt dhe do ju them tek makina se ku do të shkojmë sot. Outfit of the day është ky këtu. Ka veshur dhushin tim që e ka marrë tek Shein në ngjyrën vishnje. Gjithashtu e kam kombinuar me këtë çantën në ngjyrën vishnje. Nga brenda kam veshur këtë pulovrën në ngjyrën gri, rip, pantallonat e zeza, këto këpucët e zeza gjithashtu, syzet, unazat dhe disi kështu dukemi dhe jemi gati të nisemi. Dhe ky këtu është outfiti I Brianit. Briani ka vendosur një kapucë të bardhë, ka veshur një pullover me Mickey Mouse, xhinse. Trego çik dorashkat Brian. Dorashkat që I ka Briani me çaj ke dorashkat Brian? Me byll e pata. Bravo! Ik pak më mbrapa të tregojmë edhe pak këpucët. Trego që pak këpucët që kemi veshur? Këpucët me snow! Dhe kështu duket dhe Briani. Brian, let's go!
Sapo jemi futur në makinë dhe po nisemi. Sot kemi vendosur të shkojmë në një vend që quhet Zagorohoria dhe atje janë disa fshatra. Na kanë thënë që janë shumë të bukura për të vizituar tani në dimër. Nga Janina deri atje është 1 orë e pak me makinë. Ora tani është 10, kështu që nisemi. Fantastike, kjo pamja që kemi ndaluar te ky lumi është një ndër pamjet më të bukura që kemi parë këtu afër dhe ndaluam. Ka disa njerëz që kanë ardhur këtu. Është me të vërtet një pamje e mrekullueshme. Uji shihni pa ujë. Uji është në 2 ngjyra, ka edhe ngjyrën e kaltër, gjithashtu edhe këtë ngjyrën këtu që ngjan si në ngjyrën kafe. Ka ngjyra fantastike, fantastike. Keni në plan që të vini ndonjëherë në Janin dhe duhet me patjetër të vini te ky vendi. Ju sugjeroj shumë sepse është me të vërtet një perlë ky lumi me këto ngjyrat dhe t'jeni të sigurt që do mbeteni shumë të kënaqur dhe përveç se mund të vini për të parë pamjen, këtu te ky lumi mund që të bëni gjithashtu rafting. Zemër të Zagorohorias është një pamje fantastike, mrekullueshme, janë shtëpit poshtë. Po na bie edhe, çapo bie shi apo borë? Zuri shiu, por do rrinim akoma edhe më tepër. Fshati që vizituam sot këtu afër Janinës quhet Mikro Papigo dhe ishte në të vërtet një fshat shumë i bukur. Ishim me kaq shumë fat që kur erdhëm nuk ishte shi, sepse tani që filloi shiu u prish çdo gjë, pamja nuk dukej fare, ato malet sipër të gjitha u mbuluan me mjegull dhe asgjë nuk dukej. Por jam shumë e lumtur që patëm sa të pak fat që ta vizitonim atë fshatin, sepse ishte vërtet një fshat shumë i bukur dhe i gjithë i gdhëndur në gur. Ja dhe Kunati që gjeti një burim këtu, po e provon, si të duket uji burimit. I mirë. Nuk vend. Nuk vende. Jo më i mirë se prova fare, shumë i mirë. Po ktheheshim për të vajtur përsëri në Janina, por kur u nisëm për të vizituar atë fshatin që ne ishim sipër, menduam që të mos vizitonim veç atë fshatin sipër, e kishim në plan që të vizitonim dhe një fshat tjetër që është po prap afër atit fshatit që ne ishim. Ky fshati tjetër quhej Konica, por e lam në mes, nuk do të shkonim sepse zuri shiu dhe tani që po kthehemi sikur po qetësohet pak koha dhe tham të ndroni mendje të shkonim prap atje ku do të venim në Konica. Akoma bie shi, nuk është se ka ndaluar, por është shqetësuar pak, nuk po bie, aq shumë sa binte lart tek ai fshati ku ishim dhe po, besoj më keni kuptuar, po nisemi dhe po shkojmë drejt tek një fshat tjetër që quhet Konica. Le të shkojmë dhe të shohim. Kam thjedhur nuk për të shma
Εδώ ναι, στην Ελλάδα όχι. Έχω έρθει πολλές φορές. You're coming for holiday, I think. Για προσκύνημα ήρθαμε. We went to St. Paisios in Suroti and now we've come here. So, yes. Thank you very much. No worries, enjoy. Thank you very much. Bye bye. Brian, po këtë të pëlqen Brian? Vasha. Pasi mbaruam së vizituar fshatrat, tani jemi rikthyer përsëri këtu në Janina dhe po mendojmë që të shkojmë përsëri tek ai restoranti ku hëngëm dje. Pasi mbetëm shumë të kënaqur, ushqimet ishin super të mira dhe kështu që menduam të mos e ndrojmë, të mos shohim për ndonjë restorant tjetër, por të vemi përsëri ku hëngrëm brëm. Jemi përballë restorantit, por presim që të ketë një tavolinë, sepse tani për momentin është i gjithë i full, edhe mbrëm këtë gjë vëm, pritëm këtu 5 minuta, 10 minuta sa u radhua një tavolinë dhe më pas shkuam ne, do të thënë e merrni dot me mend se sa ushqime të mira ka ky restoranti këtu ku do të shkojmë, sa edhe tani në drek është full, por edhe mbrëm në darkë përsëri ishte full. Gëzuar. Gjëja që na çmendi shumë këtu te këtë restoranti është kjo tirokafteria që nuk kishim provuar ndonjëherë, tirokafeteri më të mirë se kjo që bëhej te ky restoranti dhe sidomos ta shoqërosh me patate të skuqura është shija e jetës. Dhe më pas morëm makarona balsamico. Sabi këtu ka marrë makarona me fruta deti, ndërsa këtu kemi marrë carbonara, ndërsa këtu është mishdele e bërë në furrë për shumë orë dhe besoj duhet jetë shumë e shishme. Dhe këto ishin të gjitha gjërat që kemi porositur. Erdhëm tek shtëpia dhe po mendojmë të qetësohemi pak dhe besoj se do rishihemi më pas. Hej, dhe pas 2 ore të mira të bëra gjumë që fjetëm, tani u ngritëm dhe po mendojmë që të dalim përsëri, ndaj po ngrihem direkt të vishem dhe le të dalim përsëri. Disi kështu u vesha edhe për tani në darkë, shtova pak ngjyrën e buzëve, e bëra më të errët, ndërsa veshja është kjo këtu, vesha këto jeanset që janë në ngjyrën kafe. Dhe gjithashtu i kombinova me këtë puloverën në ngjyrë të bardhë që ka të kthyrën këtu sipër dhe disi kaq thjesht, po mendoj të marr ndonjë xhup ose ndonjë blush të shoh çantën dhe le të dalim. Injoroni pak gjendjen që ndodhet këtu tek dhoma ime për momentin, sepse kemi bërë super rëmuj. Por sa të vim kemi punë, sepse nesër në mëngjes duhet që të lëm edhe shtëpinë, ndaj kur të kthehemi kemi super punë, duhet mbledhim të gjitha rrobat, duhet bëjmë gati outfitet e nesërme dhe kështu. Prandaj po nisem pa humbur kohë dhe shkojmë. Sa po lam shtëpinë në Janina dhe po nisemi drejt në Mecova, por nuk e di se çfarë kishte ndodhur me këto videot. Të gjitha videot janë pa audio dhe të shumtat e videove më ishin fshirë, por nejse, unë do postoj sa video kam dhe do ju a shpjegoj disi kështu. Shpresoj të më kuptoni këtu sa kishim arritur tek hoteli dhe kishim mbyllur 2 dhoma. Këtu ishin detajet e tualetit, ndërsa këtu jemi në detajet e dhomave dhe ky është balkoni me këtë super pamje. Hoteli quhej Aroma Dyros Spa Hotel dhe mbetëm super të kënaqur dhe nuk ngopemi me këtë pamjen përrallore nga balkoni
i llomave që kishin mbyllur. Më pas u nisëm lart për në mal në një pistë që mund të bënim edhe ski gjithashtu, por fatkeqësisht neve nuk bëm ski sepse e gjithë rruga ishte me mjegull, por jo veç rruga, edhe vendi atje ishte i mbushur plot me mjegull dhe ishte vërtet shumë bukur, por nuk mundëm që ta shijonim aq shumë sa duhej. Ndënjëm pak me njëri tjetrin, luajtëm me borë, bëm ndonjë foto dhe më pas vendosëm të shkonim në një fshat tjetër për të ngrënë drekën, sepse unë kisha parë në TikTok një restorant në një fshat me një pamje super të bukur. Edhe ky ishte restoranti me këtë pamjen, kështu dukej nga brenda, edhe kishte gjithashtu një sobë druri lule që ishte një ambient super të ngrohtë. Kjo ishte edhe dreka që neve porositëm, e mbyllëm me një portokalopita dhe u nisëm drejt dhe në hotel. Kjo ishte dita jon e fundit këtu. Po e mbyllim këtu, shpresoj të ketë pëlqyer kjo video super e gjatë dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Bye!